Kryeministri Social-Demokrate Fatmir Limaj ka folur për zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe mundësinë e një bashkimi me Partinë Demokratike të Kosovës, duke theksuar se koha nuk është pengesë, por se gjithçka varet nga vullneti politik. Limaj tha se ka kërkesa nga elektorati që nisma të bashkohet me PDK-n. Mërgjimtar, por edhe zyrtar të PDK-s kanë kërkuar që të ndodhë bashkimi. Nga deputet me përvojë dhe drejtues të luftës, është kërkuar nga unë që të bashkohem me PDK-n. Unë nuk kam dashur të injoroj kërkesën e tyre dhe kam shprehur gatishmërinë time, u shpreh Limaj. Ai shtoi se ndryshe nga raporti me LDK-n, te PDK-ja nuk e ka pasur as hezitim me as kushte. Te LDK-ja ka hezituar për çështjen e siglës, ndërsa tek PDK-ja nuk kanë pasur asnjë hezitim. Kemi shprehur gatishmërinë e plot për të qenë në një listë përbashkët, sepse unë ndihem rehat nën siglën e PDK-s dhe ne kemi qenë të gatshëm të bashkohemi pa kushte. Limaj thekson se ka qenë edhe mbetet i gatshëm për një bashkim me PDK-n. Për koalicionin LDK-Nisma duhet kohë, mendoj se për të ndërtuar diçka të përbashkët mes meja dhe PDK-s, mjafton 1 minutë, kur ka vullnet duhet vetëm 1 minutë, deklaroi ai. Ndërkohë kreu i PDK-s Bedri Hamza ka deklaruar se për një bashkim me nismën e Fatmir Limajt nevojitet një kohë më e gjatë dhe një proces zgjedhor i ndryshëm. Por kryetari i Skënderajt, Samil Ushtaku, ka shprehur qartë dhe pa ekuivoke mbështetjen e tij që PDK-ja t'i jap dyert për rikthimin e Fatmir Limajt. Në Debat Plus, Ushtaku tha se Limaj jo vetëm është i rëndësishëm për PDK-n, por dhe se meriton të jetë pjesë e saj. Ai është më PDK se sa shumë antar të PDK-s. Nëse dikush më pyet për zotin Limaj, unë jam pro. I duhet dhe ka nevojë PDK-ja për Fatmir Limajin. Unë mendoj se Fatmir Limaj e meriton me qenë në Partinë Demokratike të Kosovës. Ka qenë njëri nga ata që ka formuar PDK-n, ka thënë Ushtaku. Edhe deputeti i PDK-s Nahit Hasani ka bërë thirrje kryetarit të PDK-s Bedri Hamza që ta pranojë në listën e tyre Fatmir Limajin. Ai ka kërkuar nga i pari i PDK-s që të përdorë autoritetin dhe përgjegjësitë politike për unitet. Në profilin e tij në Facebook, Hasani ka shkruar se këtë bashkim po e kërkojnë ushtarët, qytetarët, simpatizantët dhe elektorati politik i PDK-s. Me PDK-n e bashkuar Kosova mundet më mirë. Në dorën tënde është bashkimi dhe fitoria me 28 dhjetor, Bedri Hamza, në frymën e unitetit dhe të bashkimit të forcave përfitore në zgjedhjet e 28 dhjetorit, kërkoi nga kryetari i PDK-s zoti Bedri Hamza ta përdorë autoritetin dhe përgjegjësitë politike të tij si kryetar dhe kryesia e PDK-s të miratoi që në gjuhën e saj të pranojë shkrirjen e Fatmir Limajt si pjesë të saj. Bashkimin dhe shkrirjen e kërkon koha e rrethanat politike të kohës nëpër të cilën po kalon Kosova, ka shkruar ai. Në vijim, Nahit Hasani jep detaje të tjera. Bashkimin dhe unitetin e forcave të copëzuara të PDK-s sot po e kërkojnë kushdo. Bashkimi bën fuqi. Hajde kryetar, bëne hapin me frymën e unitetit, bëne bashkëpunimin. Unë jam për bashkim sepse mendoj të bashkuar, sot jemi më të fortë para çdo sfide për të ardhmen e vendit. Kjo është fotografi e shkrepur në Kleçkën heroike, ku na bashkoi lufta për liri e ku janë arritur fitore të mëdha për Kosovën, ka shkruar ai. Edhe kryetari i Drenasit Ramiz Ladrovci ka bërë thirrje PDK-s që të hapet për profile të reja në parti, duke ngulur këmbë për Fatmir Limajin. Përmes një postimi në Facebook, ai thotë se partia do të bëjë me fort me profilet e Sulejman Selimit, Fatmir Limajit, Rustem Mustafës, Atif Ete Jahjagës, Buna Mustafës, Kol Berishës e të tjerë, apo përfshirja e vajzave të profesor Çetës, Agatës dhe Donikës, si dhe personaliteteve të tjera për zgjedhjet që na presin. Hapja e PDK-s ndaj personaliteteve të papërfshira në rrjeta politike është e domosdoshme në këtë kohë vendimtare për kthesën e fortë që i duhet vendit për të arritur fitore në 28 dhjetor. Kosova ka nevojë për ndryshim të kursit menjëherë, deklaroi Ladrovci. Ai tha se skena politike ka nevojë për kompetencë, për kushtim dhe besim, me burime njerëzore për shtet dhe përfaqësimin e duhur.